Në Shkup do të mbahet protesta e radhës e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po mbahen në Haag. Kjo protestë pritet të zhvillohet më datën 13 dhjetor në ora 13 në sheshin Skënderbeu, bëri të ditur nën kryetari i OVL-UÇK-s Gazmend Sylla. Kjo protestë po mbështetet nga Ali Ahmeti, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, por ka hasur në kundërshtim nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski. Për këtë nën kryetari i OVL-UÇK-s Gazmend Sylla në një konferencë për media tha se nuk është hera e parë që një lider i shtetit maqedonas refuzon një ftesë nga organizata. Neve nuk I kemi bë ftesë zotit Mickoski me marrë pjesë në këtë protestë, me tregu drejt këtu janë të ngjashme me deklaratat e Georgievskit në vitin 2001, pra I kryeministrit atëhershëm, deklarata që nuk tregojnë unitet të gjitha komunitetet që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, po më shumë përçarje. Prandaj për neve kanë qenë papranueshme sepse duke pas parasysh faktin se këto protesta ne që I bëjmë këmbëllën për vende të tjera asnjëherë nuk kemi qëllim me ndikun politikat e tyre të brendshme atje, por ideja ka qenë që ne me bëni protestë me tregu solidaritet me bashkëtorët tonë që gjenden atje në gjykatën speciale. Prandaj për neve nuk janë të mira, nuk janë pranueshme për shkak se kjo Maqedonia e Veriut si shtet po besoj që aspiron me qenë nesër pjesë e familjes europiane. Prandaj kjo është dashur me qenë e gatshme me na ofru ne mundësi me na garantuar një drejtë që garanton kushtetuta edhe atje, por për një protestë paqësore e asnjëherë nxit se qoftë ajo ndër etnike aty. Sylla tha se protesta ka qenë një kërkesë e bashkëluftëtarëve, por edhe të gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi shpall protestën, kemi marrë pjesë protesta ka më zhvillu me ose pa, është e padrejtë me na pamundsu, do të thotë mbajtja asaj proteste. Edhe herë po e përsëris, janë drejta që do të thonë drejtësia, liria, diniteti, këto janë drejta universale, do të thotë, nuk janë siç ndash më politizuar asnjë do thonë, asnjëherë. Prandaj edhe zoti Ali Ahmeti atje ka konfirmuar që protesta do të mbahet. Ne I ftojmë qytetarët me na bashku atje. Ka qenë ndoshta edhe kërkesë e bashkëluftëtarëve tonë atje, po edhe gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut që mendohen një protestë në Shkup, edhe ne jemi të gatshëm me bëni gjë të tillë. Kështu që shihemi të shtunën ora 13 me datën 13 në sheshin Skënderbeu.